Dhe nuk ka smundje më të keqe vëllezër dhe motra se sa mosmirnjohja. Nuk ka gjë më të poshtër ndër veset që mund të mvesh një njeri dhe rrobat më të këqija që mund të vesh një njeri se sa rroba dhe vesi i mosmirnjohjes. S'ka gjë më të keqe, nuk ekziston gjë më e keqe sa mosmirnjohja. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men lem yashkurin nase lem yashkurillah. Ai që njerëzit nuk di t'i falenderoj, as Allahun Zotin nuk di ta falenderoj. Që një njeriu të falënderues dhe e ka këtë si natyrë dhe edukat, pra është vazhdimisht falënderues. Kjo e bën njeriu që të jetë më afër Zotit dhe kjo e bën njeriu që të jetë më afër njerëzve. Nuk ka sens që të jetë njeri të besojë se ka i Zot dhe është krijuesi i gjithçkaje dhe mos të jetë mirënjohës përballë këtij Zoti, përballë gjithë këtyre mirësive dhe begative që i ka fal Zoti njeriu në veçantë dhe njerëzimit në tërësi, duke bërë gjithçka që të jetë në shërbim të njeriu.